Kam një ndryshim në fytyrën time tani që po flas. Kam vendosur tela, që nuk janë tela si gjithë të tjerët, po do ju shpjegoj më vonë pse. Tani historia ime me telat është shumë e lashtë. Unë kam pasur tela që 10 vjeç deri 15 vjeç, 5 vite dhe kujtoj atë periudhë si një nga periudhat më të urryshme. Dhe kur i hoqa refuzova që qava si dreqi që të mos vija të telin poshtë, retainer, nuk e di, më korrigjoni nëse nuk është kështu. Pranoj kritika. Kështu e vërtet. Dhe më të mi normal me rritin me kalimin e kohës, morëm pak për kohë. Shkova te Diana dhe i thash që më bëj çfarë të duash, vetëm nuk dua asnjë lloj teli në gojën time. Okej, më thotë vendosim maskerina. Ditën shkoj të marr maskerinat, më thotë do bëjmë diçka. Na duhet të vendosim tela në pjesën poshtë që të mos frymërohet nofulla. Mamra bomba. Nuk e kisha te pamja se më kanë thënë që më shkojnë dhe ngjaj bukur, po thjesht e kam traum. O zot, nuk e di. E mendova dhe thash okej, varja, bëj zemërngur Kristiana, provoj edhe një herë, ndoshta kësaj radhe është ndryshe, jepi një shans të dytë. Dhe shkova. Dhe kur shkova, Diana më tha që do më vendoset ca tela që janë shumë të veçantë. Që janë këtu, dhe janë tela floriri. Nuk kanë tela floriri. Diana më tha që në Shqipëri ka ca lloje të tjera, po që nuk janë si këto dhe ato të tjera të nxihen. Dhe këto i kanë shumë pak njerëz në Shqipëri. Nejse, ç'a bëra unë dje, që ishte dita e parë që vendosa. Porosita linguini që kishin pak shafran brenda dhe përfundova kështu. O zot. Nuk kishin as të verdha, as jeshile, kishin ngjyrë fosfori. Nuk e di ku do shkoja unë që sot që në orën 9 të mëngjesit kisha xherime dhe Diana në 9 hapej. Nejse, që në qofse më keni parë në ndonjë video që mund të duket pak, mos ju shoh të çoni screenshot nga këto foto që çojnë në komente. Kaq po ju them.